Alice Kallaci përmbylli aventurën e tij në Eurovision Song Contest 2026, duke u renditur në vendin e 13 me këngën Nan, një performancë që u prit me emocione si nga publiku shqiptar, ashtu edhe nga ai ndërkombëtar. Gjatë gjithë kompeticionit, artisti u tërhoqi vëmendje me interpretimin e tij emocional dhe stilin e veçantë skenik, duke fituar mbështetje të gjerë në rrjetet sociale dhe nga fansat e muzikës në Europë. Pas finales, Kallaci reagoi përmes një postimi në Instagram ku shprehu mirënjohjen e tij për të gjithë ata që i kanë mbështetur në këtë eksperiencë të rëndësishme për karrierën e tij. Kur nisi, gjithçka dukej shumë më e madhe se vetja ime, shkroi ai duke kujtuar pasiguritë dhe emocionet si një artist i ri në një skenë të madhe ndërkombëtare, ku përfaqëson jo vetëm veten, por edhe një vend të tërë. Ai theksoi se mbështetja e publikut, votat dhe mesazhet e shumta kanë qenë forca më e madhe gjatë gjithë rrugtimit të tij, duke e bërë këtë eksperiencë edhe më të veçantë. Në fund të reagimit, artisti u shpreh se kjo përvojë do të mbetet gjatë në kujtesën e tij, jo vetëm si arritje artistike, por edhe si një rritje personale dhe emocionale. Postimi i tij është shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë ndjekës e kanë vlerësuar përfaqësimin e tij në Eurovision si dinjitos dhe premtues për të ardhmen e karrierës së tij. Por teksa të gjithë ishin të përqendruar te Alice, pak e pam partneren e tij që e shoqëroi jo vetëm si prezencë në këtë kompeticion. Desara Gjini është e dashura e këngëtarit dhe çifti për disa kohësh ka një lidhje të konsoliduar tani më. Desara është tekstshkruesja e këngës Nan, duke folur edhe publikisht për temën e këngës që këtë vit përfaqësoi Shqipërinë në Eurosong. Desara Gjini ndau historinë e lindjes së kësaj këngë, duke e përshkruar si një përjetim personal të lidhur ngushtë me kujtimet e familjes. Unë jam nga një fshat i vogël në Lezhë dhe të gjithë të afërmit jetojnë jashtë. Teksti ka dalë shumë natyrshëm. Ishte një ditë nga fundi i gushtit. Disa nga të afërmit ishin larguar dhe disa do të largoheshin në vijim. Më doli si ëndër, mirupafshim na. Më kujtohet nana që ishte çdo herë te dera dhe e kam hapur telefonin e kam shkruar. Të nesërmen, kur ja tregova Alice, ai u ul fillimisht në kitarë dhe më pas në piano dhe doli muzika. Kështu ka nisur kënga. Ishte thjesht një përjetim i shumë viteve, tha Gjini. Por deri më tani asnjëri dhe as tjetri nuk kanë folur për historitë e tyre të dashurisë. Edhe pse pozat në rrjetet sociale nuk mungojnë as pak. Në një lidhje të konsoliduar për disa kohësh, Alice dhe Sara kanë bashkuar forcat edhe në muzikë, duke sjellë një ndër produksionet më të pëlqyera në Shqipëri, por jo vetëm.